Gjithashtu prej dhikreve që cilët që janë të fuqishëm. Dhe kjo është thesari i ditës së sotit. Dhikri i cili të fuqizon. E shef ka mri pleqnia, ka fillu trupi më të dopsu, a don ti me torë takat. Takati vjen për jonës Allah. Se fjallat taka arabisht i dhejnë fuqi. Ne përdorim plesh takat. Nëse don me pas fuqi, fuqia vjen për jonës Allah. Derisa Ibni Kaimi transmeton dhe thot, kam dëgju nga Sheikhul Islami Ibn Taymija që transmeton të një transmetim kur Allahu Azza wa Jall melekve i thot bane arshin tim. Melekët thonë ja Rab çishta bajmë arshin tan kurse madhëria jote është mbi ta. Çishta bajmë arshin tan kurse madhëria jote është mbi ta, arshi i madh. Allahu ka thonë 8 melek e baj. Ka thonë Allahu Azza wa Jall thuani la hawla wala quwwata illa billah. Apo la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. 8 melek kanë mujt me bash arshin Allah. Po t'i ka arë takat, i ka arë fuqi. Para ata thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, mendoj që ai që e përsërit këtë fjalë, këtë dhikr, la hawl wala quwwat illa billah, Allahu ja ka obligu vetës ati të të ndihmon. Dhe kja është sekreti pse në muezinin kur të ndëgjojmë të thonë hayya ala salat, hayya ala falah, e janë në namaz e janë në shpëtim, çka duhet me thonë? La hawla wala quwwata illa billah. Nas kena fuqi a as vullnet me ju përgjigj muezinit vetëm nëse Allahu na jep vullnet dhe fuqi. Edhe shkojmë në xhami. Ja kujdove se vetë çohesh në kom. Mos me thonë Allahu fuqi. Këto i ka përmen la hawl, fjala la hawl, s'ka vullnet. Wala quwwa, dhe s'ka fuqi illa billah. Vetëm vullneti që fitohet dhe fuqia që vjen për janës Allah. Ku dhe hayya ala salat, na i dhe la hawla wala quwwata illa billah. Se njoni ka fuqia mos ka vullnet. Njoni mashallah është i fuqish 200 kg ngrej hamon xhami kurse shep, se s'ka vullnet. Ati si mungon fuqia. Qetri ka vullnet, ka dëshirë, ama fuqia si ban me dal në xhami. Atëre këto të dhja më bashku e i bashkon në vetëm Allah. Pra ardhja e jonë në këtë vend xhami është me lejen Allah, me fuqin dhe vullnetin Allah. Pra atë transmeton e Abu Musa Ashariu, që e kanë qujtë Abdullah ibn Qais. Hadithin është i gjatë, po në përmeni atë se cilën në duhet për këtë ders. Abdullah ibn Qais i tha erdha Aliu radiallahu anhu, dhe unë tha e bajsh në një dhikër, thëshna la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Tha pejgamberi Allah më ndëgjoj dhe më tha ja Abdullah, thuaj shumë la hawla wala quwwata illa billah, nga se kjo fjalë është nga thesari i xhennetit. Sigur njoni një thesar që cilën molli që e mshen për i kejtëve dhe nuk ja shpalos as kujt apo vetëm ati që i beson. Pejgamberi Allahut na tregon se sikur thesarin tënë që e ke grumbullu të njëtë, nëse do në ti me shkurtu rrugën tëne për xhennetin e Allahut dhe me arrit xhenneti e Allahut, kja thesari xhennetit. La hawla wala quwwata illa billah. Para transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij, që Abu Dharr al-Ghifari u tha më ka porosit i dashuri miku im me 7 porosit. Abu Dharr al-Ghifari, pejgamberi Allahut më ka porosit me 7 porosit. E parë, ta më ka porosit pejgamberi Allahut që ti du të varfërit dhe të aferona të jetojnë në tërë, afër tërë. Më ka porosit pejgamberi Allahut që ti shiqoj ata që janë nën mu, e jo ti shiqoj ata që janë mbi mu. Ti shiqoj ata që janë mas kamor se unë, ma të varfër se unë, ma të shkret se unë, e mos ti shiqoj ata që janë ma lartë se unë, nga se nimetet e Allahut për buzën. Abdullah ibn Auni tha jetova me pasanikët, tha u ras kapita, një periudhë, u lodha, ato po kanë kërë, ato po kanë këtë, ato po kanë unë spikan, tha e shif në vetën si kur Allah më zuna runa zot me në bon sullum. Pastaj tha i shëqrova fukarat të shkret, mu do këtë vetja si bos. Sigur unë e s'ka, sigur unë e s'ka, e Abu Dharr al-Ghifari tha pejgamberi Allah më ka porosit,
ti shiqoj ato që janë nën mu, e mos ti shiqoj ato që janë bi mu. E nëse lakmon me shiqoj ato që janë bi, veç një rast. Shiqoj ato që janë në fe ma të fortë se ti, e mos i shoqëro ato që janë ma zaif se ti. Njëri thot po martohena, pe man një vajz, kam qef ta marrë çplut. Pse? Ta mloj marrë se vapë. A nuk e di se ajo e shplon këta. Dhe në thëke momentin se një Jakubi duke shpjegu që këto njarje, në thëke 3 me 1 kur as njerë s'kan nga një. Se 3 me ta, 1 me ti. Tho 3 shish 3. Pa ajo 1, shejtani i saj 2, shejtani jot në vijat ka jo, 3 me 1 që shemuni ata. Për këtë arsye, shiqoj ata që ndin është më i fort, shoqëroj ata. E mos e shoqëroj ata që janë më zaif se ti ndin. Ndërsa ndonjëherë shiqoj ata që janë më i dobët se ti, për çka se stupin nimetet e Allahut.